Kjo është shfaqja atyre e parë para një publiko. Pas një muaj përgatitjesh intensive, nxënës të një klase të 11 nga shkolla e mesme Mileniumi i 3 në Prishtinë sollën në jetë komedinë e famshme të Molierit me titull Kopraci. Subjekti e këtyre veprës që do të shkruaja për një njeri që e kishte quar veten në dëshpërimin më të madh të mundshëm, që të kish gjithë ç'kishte sot. Sipas kujdestares së tyre, një herët edhe profesoreshës së gjuhës shqipe, Fitore Mala, qëllimi i përgatitjes dhe shfaqjes së kësaj drame ishte që përmes artit nxënësit të avancohen dhe të formosojnë personalitetin e tyre. Aktor, spektaklin, ta filloni. Shke e dashur Eliz, do të sham këtu pëshardima në mes të gëzimit tim. Mos të vije valket që më bëre të lumtur? Jo, Valer. Kam shumë frikë se mos të dashuroj më tepër se ç'duhet. Duke e ditur se mësimdhënia është një proces. Procesi i përgatitjes së nxënësve për një botë pak më ndryshe. Përmes artit kemi menduar që edhe është objektiv faktikisht edhe në kurrikulën tonë të Kosovës, që gjatë të nxënit, nxënësit të ndryshojnë botën e vetë me mënyrën e formën e mendimit që marrin nga autorë të ndryshëm, nga ne mësimdhënësit, që ndikon edhe në ndërtimin e personalitetit të tyre. Mu kujtuat Watson, ai rrezik i çuditshëm që u bë shkak të njëjmënit të dy. Ajo bujari e pashoqe që të bëri të braktisë shprindërin, vendin, të mbajti nga këto anë. Meritat më të mëdha në realizimin e kësaj shfaqje, sipas profesoreshës, i kanë vetë nxënësit, pasi ishin treguar mjaft bashkëpunues, megjithse për realizimin e komedisë pati vetëm një problem. Ka vendosur para ti se bashkëpunoj. Nëse punët tuaja sikur se të mia, pse nuk vijeti me mua? Ideja jonë ka ardhur dhe gjithë përgatitja ka ardhur nga idetë e nxënësve edhe të mijat, do thotë nuk kemi pas ndihmë nga ndonjë aktor. Për veshjet kemi pas pak problem për shkak se teatri nuk kishte mundësi të na sigurante. Meshkujt kanë dalë me veshje ashtu që ata kanë zgjedhë vetë, ndërsa për femrat jam kujdesun vetë, të një afër me imja i kam gjetë dhe kështu që jemi mobilizu disi. Qik Martinez ka këtu! Djallë me priri poshtër! As që më kanë zënë sy plak më të egrë si kjo i malkuar! Sigur shetanin barta ketë! Pa më mëris ashtu në përdojmë! Edhe pse nxënësve ju desh kohë që ta kuptonin dramën, ata u ndanë shumë të kënaqur nga rezultatet e arritura. Ti prit atje në rrugë. Dua që të kem një spion, që spionon punët e mia, dhe më zgurtonat asy nga katëronët, se mos ka diçka për të vjedhur. Kena parë vështirësi njerë me kuptu dramën, po kujdesare e shkolla na ka ndihmuar shumë. Na ka ndihmuar edhe arsimtarët. I falenderoj shumë shkollës. Edhe nuk konë vështirë me kuptu dramën, edhe në fund e kënina knaq. Është shumë mirë me marrë pjesë në kësaj aktivitete të shkollës, edhe ja kisha propozu këtë me marrë se shumë është interesant. Mirë ja punët, mirë! Po ç'kemi më i frosim? Perëndia ime sa... E disa nga ta spjegojnë rolin e tyre që patën në këtë shfaqje. Kur nuk jeni dukur kaq i pashëm? Në të vërtet? Po, kur nuk keni qenë kaq i ri? Unë 25 vjeçar që janë më pletë se ju? Roli jam u kanë Frosina, një vajzë cila nuk ka shumë të holla, e me dredhit e saj mundohet me u pasunu. Ju lutem, zotri, ju lutem. Do iki tani, se kam një dorë për të shtruar. Të raft mortja të raft, tu thashin këmbët, tu thashin koprac, korvac. Duke që nuk ka dalë rakumaz nga mendjas nga zemra, nuk e di Frosina. Përveç si aktor, në mesin e 12 nxënësve pati të angazhuar edhe në rolin e skenografit dhe regjisorit. Nxënësja Barbara Beqiri foli për detyrat që ajo pati si regjisore e shfaqjes. Prandaj për ju, më mirë të menjë një burë plak për me një pasuri të madhe. Unë ma shumë e këmë marrë, këmë shu tekste, në këmë këshyrë, mas të i këmë ndimu me levizje, që me ngritë sani, këmë ullë sani, tash këmë merë dhe muzikën,
që është brapa skenë. Fakt është pak vështirë se më ka dashur me krejt më marr. E në fund të shfaqjes pati një këshill për të gjithë. Përmes këtij aktiviteti të ngjarjes, ju këshilloj të nderuar. Mos lejoni që kooperacia të zë vendet e zbrasta, që keni mundësi të përmbushni me punë, me mençuri, për një organizim të jetës sa më të mirë. Sot i thash vetes. Mos u bëj materialist. Bëhu vetë kritik. Kritik, njeri pozitiv. Ndryshe, prindërit që kishin ardhur për ta parë shfaqjen u ndanë shumë të kënaqur me punën që kishin bërë fëmijët e tyre. Unë isha i befasuar për të mirë. Dhe kjo është drama e parë ose shfaqja e parë e vajzës sime, kështu që isha i befasuar shumë për të mirë. Sipas prindërve, të rinjt ka nevojë për më shumë aktivitete të tilla. Gjenerata të reja duhen të aktivizohen aktivitete sportive, teatrale, që thjesht kohën e lirë ta kalojnë me aktivitete dhe thjesht në ngritjen e personalitetit tyre, e jo të bredhin rrugëve poshtë nalë. Mendoj që është një shembull i mirë për të gjithë shkollat, për të gjithë nxënësit, që thjesht të avancohen më tepër. Ndryshe, shkolla ku këta nxënës vijojnë mësimet, ndër vite kishte organizuar edhe aktivitete të tjera për